Me kalueshmëri 98% dhe rritje të notave maksimale, maturantët në Shkodër rezultojnë të kenë patur performancë më të mirë krahasuar me vitin e shkuar në 4 provimet shtetërore. Jemi të kënaqur nga rezultatet që kemi marrë. Nga provimi në provim në fakt kemi patur një rritje të notës mesatare. Mund të themi që kemi një kalueshmëri që varion nga 98% në 99% në provime të ndryshme. Të theksoj që kemi 28 nëntorin, që ka pas 111 vjeta. Gjimnazi 28 nëntori në Shkodër për të disatin Viter Ravazi vijon të jetë gjimnazi më elit në qytetin e Shkodrës, duke patur kështu edhe rezultatet më të larta. Nga 200 maturantë që janë diplomuar, 52 prej tyre janë ekselent. Është një rezultat i punës plot përkushtim profesionalizëm i mësuesve, pa diskutim punës jashtëzakonshme të nxënësve dhe normalisht dhe një punë nimëse bashkëpunimit edhe me prind. Është një rezultat i cili na vën në parapërgjegjësive, sepse kemi si detyrë që tradita 103 vjeçare e këtij gjimnazi të vazhdojë. Jo vetëm më shumë ekselent, por këtë vit ky gjimnaz synon të ketë plot 10 medalista, ku 8 prej tyre tashmë janë konfirmuar. Nga vitin në vit numri medalistave arrit, e kemi filluar nga 2022-2023 me 4 medaliste. Kena vazhdu në 23-24 me 5 medaliste dhe aktualisht 24-25 ne kemi 8 nxënës medalist, ndërsa 2 po presim rikorrigjimin, shpresojmë që pastaj të bëhet numri 10 nxënës. Gjimnazi 28 nëntori në Shkodër në 4 provimet ka patur kalueshmëri 100%, ndërsa me rezultatet më të mira ishin në provimin me zgjedhje, ku nga 200 maturantë, 111 prej tyre morën notën 10.